Drita Televizion do t'jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sotshëm është 17 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Qershor. Ngjarje 1775. Revolucioni Amerikan, betejë e Bunker Hill. 1885. Statuja e Lirisë mbërri në portin e New Yorkut. 1940. Lufta e dytë botërore. Operacioni Ariel fillon. Trupat aleate fillojnë zbrazjen e Francës dhe më mbas Gjermania zë Parisin dhe shumicën e vendit. 1940. 3 shtetet baltike te Estonia, Latvia dhe Lituania ranë nën pushtimin e Bashkimit Sovjetik. 1944. Islanda bëhet republik. 1953. Në Gjermaninë Lindore, Bashkimi Sovjetik urdhëron një divizion trupash në Berlinin Lindor të shuajë një revolt. 2007. Në Budvë është burgosur ish generali i policisë serbe Vladimir Đorđević, i akuzuar nga Tribunali i Hagës për krime lufte në Kosovë gjatë vitit 1999. 2008. Haris Siljajić, kryesuesi i rallës së presidentes së Bosnjës dhe Hercegovinës, për herë të parë viziton Shqipërinë. Lindje 1967. Lindi Koji Yamadera, aktor dhe dublues japonez. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Joseph Black, i cili ishte një mjek dhe një kimist mjaft i njohur. Ai ka dhënë një kontribut mjaft të madh në kimi, pasi ka zbuluar dhe ka shpikur gazin e dioksidit të karbonit. Bërja e vëshkimeve të rëndësishme për nxehtësinë dhe temperaturën, si dhe zbulimi i nxehtësisë latente. I lindur në Bordeaux në vitin 1728 nga një baba irlandez dhe një nën skoceze, Joseph Black kaloi jetën e tij të punës në Skoci. Ai konsiderohet si një nga kimistët më të shuar në botë dhe një nga baballarët themelues të shkencës së kimisë. Black ishte një njeri modest dhe një mësues i shkëlqyer. Teknikat e tij të përpikta të kërkimit ishin frymëzim për të tjerët në kohën e tij dhe kanë mbetur të tilla dhe sot. Vitet e hershme dhe arsimi. Gjatë viteve të tij fillore, Black u arsimua në shtëpi nga nëna e tij. Kur ishte 12 vjeç, ai dërgua të jetonte me të afërmit në Belfast dhe të ndiqte shkollën atje. 4 vite më vonë, ai shkoi në Universitetin Glasgow për të studiuar mjeksi. Doktori dhe kimisti skocez William po fillonte një kurs të ri leksionesh në kimi në këtë kohë. Black u bë asistenti i Dr. William. Kimia ishte një pasion për Blackun, së bashku me edukimin e tij mjekësor, të cilën e përfundoi në Edinburgh në vitin 1754. Zbulimi i dioksidit të karbonit. Black ishte gjithashtu një kimist i përpik, duke mbajtur shënime me kujdes të gjitha rezultatet dhe matjet e tij. Ishte kjo që çoi në zbulimin e tij të dioksidit të karbonit. Black synonte të ndiqte më tej këtë studim. Megjithatë, nga viti 1756, ai u pushua me detyrat që lidhen me mërtimin e tij dhe u bë një profesor i kimisë në Universitetin e Glasgow. Shkenca e nxehtësisë. Black gjithashtu interesua për shkencën e nxehtësisë. Në shekullin e 18 kishte disa teori konkurruese rreth natyrës së nxehtësisë dhe lidhjes së saj me temperaturën. Hetimet e Black jo vetëm që sqaruan dallimin mes temperaturës dhe nxehtësisë, por gjithashtu rezultuan në teorinë e nxehtësisë latente. Gjatë kësaj kohe, Black takoi James Watt në Glasgow dhe ata u bën miq dhe bashkëpunëtor. Kthimi i tij në Edinburgh. Në vitin 1766, Black u kthye në Edinburgh për të bërë profesor i kimisë. Ai njihej si një mësues i shkëlqyer që frymëzoi një numër studentësh të tij për të ndjekur karrierën në kimi. Ai ishte gjithashtu respektuar gjërësisht si shkencëtar dhe mjek.
Disa vepra mjekësore të fundit të shekullit të 18 përmbajnë kushtime për të. Black u thirr si konsulent për të dhënë mendimin e tij për eksperimente në shumë fusha të ndryshme. Edhe pse Black nuk ka pasur shumë miq, ai nuk martua kurrë. Ai ka ndëruar jetë në vitin 1799. Tani do të kalojmë në rubrikën e shëndetit. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të brokolit. Brokoli është një perimet e cila përmban një vlera ushqyese, le të themi që është një central elektrik për shkak të vitaminave dhe proteinave që ai përmban. Brokoli njihet tashmë për vlerat ushqyese të mrekullueshme që na ofron. Ai përmban sodium, potasium, karbohidrate, fibra, proteina, vitamina, kalcium, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12, vitamin E, vitamin A, vitamin C dhe magnesium, cilat janë përfitimet tona kur konsumojmë brokoli. Ruan dhe mirëmban shëndetin e lëkurës, promovon rigjenerimin dhe riparimin e lëkurës, lufton plakjen, mbron maksimalisht lëkurën nga djedhi dhe përmirëson sistemin imunitar. Brokoli është shumë i dobishëm për shëndetin e lëkurës tuaj, nisur nga përmbajtja e fibrave dietike, vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve. Brokoli është i pasur në antioksidantë të tillë si vitamina C dhe vitamina E. Vitamina C stimulon prodhimin e kolagjenit, duke mbajtur lëkurën tuaj të shëndetshme, ndërsa vitamina A mbron membramat qelizore të lëkurës suaj dhe parandalon dëmtimet nga rrezet ultraviolet. Vitamina C ka veti antioksiduese, të cilat luftojnë radikalet e lira, duke penguar kështu shkaktimin e dëmit të lëkurës. Radikalet e lira janë përgjegjëse për shkaktimin e problemeve të lëkurës dhe për përshpejtimin e plakjes së saj. Me eliminimin e tyre vitamina C, gjithashtu brokoli përmban dhe beta-karoten, vitamin E, vitamin B kompleks, që jep shkëlqim dhe mban lëkurën tuaj të re. Pra, ajo është shumë më e dobishme se mbrojtësit e tjerë kundra djedhit. Vitamina C, beta-karoteni dhe vitamina të tjera, gjithashtu dhe mineralet si seleni, bakri, zinku dhe fosfori, janë të pranishëm në perimet e jeshilët e errëta dhe përmirësojnë konsiderueshëm sistemin imunitar. Gjithashtu, brokoli përmban dhe omega 3 dhe aminoacide, të cilat japin shkëlqim dhe pamje të shëndetshme lëkurës. Nxit rritjen e flokëve, jep shkëlqim flokut, lufton humbjen e tij. Vitamina B6 ndihmon në reduktimin e stresit, një faktor që kontribon në humbjen e flokëve. Këto vitamina japin mbështetje shëndetit mendor dhe fizik, i cili nga ana e tij jep mbështetje sistemit të shëndetshëm të flokëve. Brokoli gjithashtu parandalon sëmundjen e kancerit. Studimet kanë vërtetuar se brokoli mund të parandalojë sëmundjen e kancerit. Ai ka veti të caktuara, të cilat mund të largojnë nga trupi estrogenin që shkaktojnë kancerin. Brokoli me vetitë e tij antikancerogjene është shumë efikas në parandalimin e kancerit. Përmban vlera të shumta ushqimore. Ai është një burim i mirë ushqyesish, si fibra, vitamin C, vitamin A dhe beta-karoten. Në rastin e femrave shtatzën, konsumimi i brokolit rrit vlerat ushqimore dhe parandalon problemet me kapslokun. Gjithashtu brokoli rrit dhe nxit sistemin ton imunitar. Ai kujdeset për shëndetin e zemrës, pasi përmban fibra, acide yndyrore dhe vitamina, të cilat rregullojnë presionin e gjakut në trup dhe ulin kolesterolin e dëmshëm. Gjithashtu mbron enet e gjakut nga dëmtimet dhe rregullon presionin e gjakut, duke parandaluar infarktin dhe atakun e zemrës. Kujdeset për shëndetin e sistemit nervor, duke qenë se përmban kalium, i cili është një element mjaft i rëndësishëm në ruajtjen e një sistemi të shëndosh nervor. Brokoli ka përmbajtje të lartë të kaliumit, i cili na siguron një shëndet të mirë. Parandalon anemin. Anemia është shkaktuar nga mungesa e hekurit, është një nga shkaqet e zakonshme të humbjes së flokëve. Brokoli përmban hekur dhe acid folik, që ndihmojnë në parandalimin e anemisë. Kontribon për një shikim normal. Brokoli përmban vitamin A, e cila ndihmon retinën të absorbojë dritën dhe të sigurojë shikimin e duhur. Brokoli gjithashtu ka veti parandaluese të kancerit. Kontribon për kocka të shëndetshme. Ai është një burim i mirë i kalciumit. Kalciumi që gjendet në brokoli është më efektiv se sa kalciumi që gjendet në produktet e qumshtit. Gjithashtu ndihmon në parandalimin e osteoporozës
e cila është shumë e zakonshme tek femrat gjatë shtatzanisë, por edhe pas shtatzanisë për shkak të mungesës së kalciumit. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e modit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 17 qershor 2026 do të karakterizohet nga mod kryesisht i qëndrueshëm dhe i ngrohtë. Priten kthjellime në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa her pas here do të ketë kalime të pakta vranësirash kryesisht në zonat malore, lindore dhe verilindore. Rreshjet nuk priten në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të jetë me mod të kthjellët dhe intervale të gjata me dhe diell pothuajse në të gjithë vendin. Pasditja vijon me mod të ngrohtë veror dhe vranësira të lehta kalimtare në relievet malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 13 orë me dhe diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor, me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 31 gradë Celsius, Kukës 15 deri në 28 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 18 deri në 31 gradë Celsius, Durrës 21 deri në 30 gradë Celsius, Kavaj 20 deri në 30 gradë Celsius, Elbasan 18 deri në 31 gradë Celsius, Berat 19 deri në 32 gradë Celsius, Korç 13 deri në 27 gradë Celsius, Vlorë 21 deri në 30 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 29 gradë Celsius, Sarandë 21 deri në 30 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e modit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 17 qershor 2026 do të karakterizohet nga mod relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Në zonat malore, gjatë orëve të pasdites mund të ketë zhvillime të lehta vranësirash, por pa reshje, domethënse, paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të territorit. Pasditja vijon me mod të ngrohtë dhe intervale me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 29 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 29 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 29 gradë Celsius, Pej 11 deri në 28 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 31 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 30 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 30 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 29 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 29 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 28 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 30 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 30 gradë Celsius.
Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju flet ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju flet të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.